Jam dakord me Izeta Xhiajin të hapet dosja e vrasjes së Timati. Vajza e Azem Ajdarit, Rudina Ajdari, është dakord me kërkesën e Izeta Xhiajit për hapjen e dosjes së vrasjes së babait të saj. Në një prononcim të fundit, deputetja demokrate ka thënë se kërkon drejtësi për të atin. Çdo njeri përfshirë kërkon të hapë çështjen e tij dhe të shikojë interesat e tij. Familja Ajdari është me drejtësinë. Një pafundësi me çështje le të hapen. Ajo është dhe do të mbetet gjithmonë vrasja e shekullit, si nga misteri, por dhe nga përmasa e rëndësisë. Të mos harrojmë që ishte një nga vrasjet më me ndikim në epokën postkomuniste që ndali demokratizimin e vendit nga ambicjet primitive të atyre që nuk e shikonin të ardhmen e Shqipërisë në strukturat euroatlantike dhe që kishin prirje perëndimore të ershme të Shqipërisë, të shkatëruar nga komunizmi. Në radhë të parata ishin armiqtë e demokracisë dhe të zhvillimit, shëmbëltyra të krimit dhe barbarisë, ka thënë Rudina. E pyetur për Gafur Mazdregun, që qulloi me pistolet në ambientet e kuvendit të atin, Rudina ka thënë: dekorimin e të gjithë atyre që janë dënuar për vepra penale e kam parë gjithmonë si një regres politik dhe si një përpjekje mjerane e të gjithë atyre që nuk kuptojnë dhe vlerësojnë kontributin historik të individëve për demokracinë. Në rastin konkret, dekorimi i Gafur Mazdrekut ishte një akt i shëmtuar. Përgjigjen dhe reagimin e forcës intelektuale dhe shoqërore mori vesh kushdo. Nuk dua t'i futem shumë thellë këtij debati, sepse i gjithë opinioni publik e di që ky është një akt shumë i shëmtuar për popullin shqiptar. Për vetë faktin se ky njeri ishte i pari që bëri një akt kriminal në parlament. Nuk ka hapësira për ta justifikuar këtë gjë, por nga ana tjetër të mos harrojmë se ishte Azem Ajdari që e fali këtë njeri. Megjithatë, dekorimi i Gafur Mazdrekut ishte një akt i shëmtuar, jo vetëm kundrejt familjes Ajdari, por kundër demokracisë dhe popullit shqiptar, ka thënë ajo.